Nësi paraqitëm në telefon është zgjedhë si problemit. Në vrim, ndërsa edhe së fundmi edhe ti ke filluar këtë rrugtimin tënd të krijimit të familjes. Je martuar dhe kemi edhe disa imazhe që po na shfaqen nga momenti i dasmës, i kësaj dasme që kishe shumë dëshirë ta kishe nënën biologjike afër, por që me sa dim ne, ajo ka refuzuar që të vi. Fakt që nga dita e parë ka qenë refuzim direkt i saj, që ajo nuk do të merr pjesë në dasmën time, për shkak se në dasëm ka njerëz të cilët ajo nuk do kish dashur t'i ketë aty, dhe t'i sheh normal. S'kemi qaf shehim këtu. Ka qenë në një familje, ka dalë për asaj familje dhe nuk donte që të rikthehet më në atë pjesë. Kështu që ajo ka refuzuar që ditën e parë. I kam thënë kolegës sime, Fatimire Krasniqi Neziri, është nga Prishtina e martu me në Teto. Ja kam spjegu halin, e i kam thënë se nona nuk më vjen dasë. Fatimire në kam njerin ma të afërt. Në fakt, unë rrethon veç prej Kosovarve. Shokët më të ngushtë i kam nga Kosova. E kam Fatmire, Njomzën, Krenari, janë 3 njerëz të mi ma të afërt. Ajo e bindi nënën që të vi? E Fatmire ja kish komuniku. Kish komuniku edhe me burin e nënësime, diçka që kam qesh pas dasme ishte mesazhi asaj dërguar burit nënësime të cilën i kish shkruar serbisht. Për shkak se nga Kosova s'kish mujt me bëhat lidhjen me gjuhën maqedonase. Edhe i kish shkruar në gjuhën serbe. Kur e lexova mesazhin ishte momenti më qesharaki imi. E unë s'disha gjë, veç se... Ku ndodhe në momenti i... Pra, se nëna nuk ishte gjatë gjithë natës, se erdhi në një moment të caktuar në dasmën. Nëna ka ardhur në dasëm pasi që kam hy unë me nusën. Unë se disha, veç e dija që do ketë një surprizë, por që dikush ma kishte se surprizë nga nusja. Prisha tupana që edhe ndodhi, prisha sende pak më të vogla e jo nënën. Për shkak se kur hina, 10 minuta përpara se me hy, e thira në telefon. Se e dija që është se kish qenë në kanaxhegjin e nusës. Edhe i thash, apo vjen se unë po dal me nusën. Tha jo s'po vi. Kam thënë prej fillim që s'po vi. Thash ani veç se ta dishte edhe 10 minuta kiko. Dhe janë 10 minutat e tua të fundit, që ti mundesh me dëshmu vetën për para meje. I kam thënë kështu fjalë, por që na shobëra pishmam se ja thash. Ama besoni shumë të rëndësishme e kam pas pjesën kur ajo ka qenë aty. Kur kam dalë me nusën, shoku im i cili e këndoj këngën më tha se kemi një surprizë për ty. Unë se prisha, veç nënë nuk e prisha. Më thëmë prisha gjithë shka përveç saj, sepse e di sa kom gullë se ishte. Por ja që ndodhi... Si unë djeve? Shohim një përqafim të gjatë... Një përqafim, lot... Dhe plot emocion. Plot emocion. Besoni që në atë moment gjithë kusht kish dalë për asaj salës. Dhe të kisha mbet vetë shumë unë dhe ajo, më mjaftonte. Shumë e bukur. Është fare dukshme gëzimi ytë që përqon vetëm përmes videos, e lere më ta imagjinojmë si e ndjerë brenda. Mua më vjen shumë mirë që ke rigjetur atë dhe ke mbushur atë zbrastin në zemrën tënde nga diçka që asnjëherë s'mund zëvendësohet në fakt. Pavarësisht mirësjelljes, dashurisë, prej cilës mund të rrethohemi nga shumë persona, nënën e kemi të gjithë të shenjtë edhe normalisht që aty na pushon shpirti më së miri. Mesazh për gjithë rritë. Ata që e kanë, ta respektojnë e ta duan. E kur mos me i thonë off. E kur mos me ja kthy fjallën. Se pasha një zotë, kanë mu bo pishman, prej që ati momenti që kam ju mungu. Më vjen shumë mirë që ti sot ke raporte shumë të shëndosha me të gjithë pjesën tjetër të familjes. Edhe uroj që edhe fëmijët e tu të marrin kaq nga forcia yte edhe gjithë familjes që kanë bërë një djalë shembull që je sot. Shpresoj që ti kanë bërë krenar gjithë. Unë do vazhdoj me punë. Gazetarinë e kam pjesë të pandashme ditës dhe tjetës sime, që besoj që kur nuk do i zbrapsem, për shkak edhe për skaj sfidave, kërcënimeve të përditshme, nuk më zbrapsen ase. Asgjë, bile as në stacionin politor. I kam pësi shpi, knaqem, shkoj e pini kafe, raportoj. Qatë du, le të paraqesin çdo ditë se së zbrapsin. Për kundrazi, ata më bëjnë më të fort për ta luftu. Për të luftu gjithë shka që është kundërlishme në vendin ku unë punoj dhe me portalin ku unë punoj. Fal edhe pronarit portalit, i cili më ka dhënë atë lirin, komoditetin që unë të punoj dhe në asnjë moment nuk është ajo
si ta quaj, ajo goditja që të më ndalë mos e bëj lajmin, ose në asnjë moment, të Tova Sot është një portal shumë i pavarur, më ndjekurin Maqoni dhe për momentin një media më me ndikim në vendin tonë. Unë uroj që punat shkojnë barë, kam shumë pak, e di që e kupton këtë kohën televizive, që kam shumë pak për të mos thënë sekonda në dispozicion, por nuk mundem pa përmend edhe një segment tjetër në të cilin je treguar shumë i vendosur dhe ke arritur një synim tjetër në jetë. Ke qenë 250 kg. Vëgjithësi. Kam qenë shumë i shëndosh. 250. 250. Dhe ja po shohim imazhet, po shohim edhe këtu live. Po. Bravo, të përgëzoj. Kam qenë 250 kg, gjithçka është e mundur në këtë jetë. Prandaj janë sfida këto të cilët dëshmojnë se nëse duam, bëjmë gjithçka. Njeriu është më i fortë se guri. E vërtet. Vetëm duhet ta vendojmë pikën e zezë në librën e bardhë dhe në fletën e bardhë, e të gjithë shenjat i drejtojmë ka jo. Besoni që pa mu bë se ka çare. Përgëzoj shumë për vullnetin dhe ndryshimin pozitiv të cilin ke bërë për jetën tënde, për pamjen, por në përgjithësi edhe për hapat që ke ndërmarrë në jetën tënde. Faleminderit shumë që erdhe sot. Faleminderit shumë, suksese për ju, për gjithë stafin ATV-s, besoni jeni më të mirët. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nevria Ademi ndajti një histori shumë të veçantë të jetës së tij. Po ashtu, në fund, folëm edhe për ndryshimin në peshë që ka psuar Nevri dhe ka humbur gjitha këto kilogram. Unë do t'juftoj që ndjekë marketingin bashkë për t'u rikthyer me pjesë të tjera të emisionit.